marrë fonde, jo nga fondacionet greke, nëse unë bëra hulumtime, nga fondacionet e shoqërisë së hapur që njihet në thojza themelësore, por jo se ka studiuar me vite, ka ndjekur kurse javore apo kurse 10 ditore dhe shpesh është ftuar nga Harvardi, nga universiteti për të marrë ligjërata, edhe para i viti ishte, për të marrë ligjërata tek studentët e këtij universiteti rreth menaxhimit bashkisë, të shtetit, bile në kohë që ku ka qenë dhe zoti Rama në studime, ka qenë dhe kryetari i opozitës kolumbiane, Bogotës, kryetari i bashkisë në atë kohë, Antonio më duket emrin, bashkë me Ramën manin dhe ligjërata dhe ndiqnin këto, po ai psovi një krizë shëndetësore dhe u troj nga politika në 2014. Pra, nuk është se janë fonde të fondacionit grek, po janë fonde të shoqërisë së hapur, e cila zonja në fjalë që e ka thënë ka qenë nën drejtoreshe këtij fondacioni për Ballkanin, apo sepse e dim që fondacionet e shoqërisë së hapur ka shumë njerëz aty, ka grek, ka shqiptar, ka serb, ka të gjithë punojnë për të mirën e këtij fondacioni tek e fundit që paguhen. Pra nuk ka aty ndjenja nacionaliste, kombëtare apo patriotike. Zoti Rama, mendoni që mund të jetë paraprit nga ndonjë bisedë mes tyre private e dy kryeministrave përpara se kishin ato shkëmbimet Rama me Mitsotakishin? Do të them këtë gjë që zoti Rama dhe Mitsotakis kanë një shoqëri të mirë, janë miq të mirë, shok të mirë, po them miq kanë dhe hyrëdalje familjare, përderisa zoti Rama publikisht dihet ka dekruar, ka ngrënë drek 2 herë në shtëpinë e zotit Mitsotakis, siç është tradita e jon aty ku kalon prag shtëpie, e quan mik, edhe ai kur kalon pragun e shtëpisë janë miq të mirë, janë në një linjë të gjeopolitikës ndërkombëtare që të them, por janë të koordinuar nga shkërbimi informativ grek, me fjalë sepse në Greqi institucionet janë pavarur dhe ndahen midis kryeministrisë, shtetit dhe shërbimet, dhe ushtria janë pavarur në krahasim me Shqipëri që janë politike. Por është një sulm i koordinuar, po e them këtë gjë, dhe i mbështetur fuqishëm edhe nga lobi grek i Amerikës, ku një korrier është zoti Beleri, si eurodeputat është korrier që hedh balt mbi Shqipërinë dhe mbi kryeministrin Rama, të rast, dhe prandaj them që këto gjëra nuk duhen të merren kështu. Unë më vjen keq që zoti Rama mund të kishte pasur në karrierën e tij politike 2 çështje të suksesshme ndaj Greqisë dhe me Greqinë. Nëse ai do të kishte zgjidhur heqjen e ligjit të luftës me Greqinë, që është gjë shumë e lehtë, unë kam studiuar këtë gjë dhe pse është një problem i lehtë, edhe zgjidhjen paqësore të çështjes Çame, që Çamët gjithmonë shqiptarët e Çamërisë me fjalë, gjithmonë kanë kërkuar një falje publike e Greqisë ndaj masakrave që kanë bërë nga pastrimi etnik, që sepse kështu është në literaturën e disa historianëve grek, nuk quhet gjenocid, por quhet pastrim etnik. Dhe kjo çështje do zgjidhet paqësore midis 2 fqinjve të mirë, pse jo dhe midis 2 krushve të mirë, sepse kemi me mira martesa miks midis njëri tjetrit. Kjo do të quajë një sukses më të madh të zotit Rama në politikën e tij me fqinjsinë e mirë me anë të Greqisë. Prej kaq vitesh, ai mbi 10 vite që është kryeminist, nuk mundi të avanconte këtë çështje dhe nuk mundet të zgjidhë çështjen e kufirit detar, duke ka përcyer ligjin e luftës dhe zgjidhjen paqësore të çështjes Çame, nuk mund të quhet e suksesshme. Me që ndolët tek çështja e Çamërisë, mendoni që mund të kemi së shpejti ndoshta një paralele me ato që ndodhin Preshev, projekt ligjin që po bëhet gati në Kongresin Amerikan? Çështja Çame është shumë delikate në krahasim me luginën e Preshev. Për arsye ashtu që thash dhe njihet në historiografi dhe nga disa historianë grek, që ka kemi pasur pastrim etnik, pasi u pastru nga elementi shqiptar që i përkiste fesë musliman dhe ata shqiptar ortodoks atje, të cilët deklarojnë se ishin shqiptar, u vranë, u persekutuan apo u përzuan, atëherë të tjerët aty ulën kokën, heshtën dhe u asimiluan në grek. Pra nuk duhet bëjmë këto paralele. Neve Shqipëria mundet të jetë nisur nga andej për të ushtruar presion, sikur po ushtron presion pra Kongresi Amerikan ndaj Serbisë për të hequr pasivizimin në Preshev, pra një lloj presioni që të zgjidhet çështja Çame? Do të dim që Greqia nuk ka asnjë pakicë kombëtare në Greqi, edhe pse atje jetojnë shqiptar, pomak, turq, slav, maqedonas, bullgar, rom, egjiptas, nuk njeh asnjë nga këto. Vlehët që nuk i njeh dhe i quan grek dhe i asimilon në mënyrë të egër, ku vlehët kanë një kontribut të çmuar si në Shqipëri, si në Greqi, si në Serbi, si në Maqedoni, në të gjithë shtetet ku kanë jetuar vlehët si pakicë, kanë dhënë kontributin e tyre në këtë forcimin e këtyre shteteve, dhe Greqia është i vetmi shtet që nuk i njeh vlehët si pakicë kombëtare apo si një popullsi tjetër që nuk është vlehë, po mundohet të asimilojë dhe të thjesë që t'i zhdukë kulturën e tyre, gjuhën e tyre dhe historinë e tyre. Pra,
Greqia ka shumë probleme, nuk janë vetëm çamët, janë dhe hebrejnë, që ashtu, dhe këto një ditë këto gjëra do shpërthehen dhe problem do ketë Greqia brenda, ndoshta pse jo dhe një luftë qytetare, ku gjithmonë ka ndodhur në Greqi. Ka pas në 47-49 luftë qytetare, po dhe juntën në 68 dhe në 74. Mes tre çështjeve që ju përmendet, ishte edhe çështja e detit, që tha që kryeministri Rama kishte mundësi për ta çuar më tej, për ta zgjidhur. Por ka nga ata që mendojnë që pas këtyre sulmeve dhe replikave mund të jetë edhe dorëzimi nga krahu tjetër i kufirit detar. Ju si mendoni? Gjithçka është e mundur dhe një herë e them duke njohur mirë diplomacinë shqiptare greke, duke njohur dhe ministrin e jashtëm të Shqipërisë dhe diplomatët tanë që për mendimin tim janë shumë të dobët në krahasim përballë presioneve diplomatike greke, zoti Rama nëse do t'i kishe kapur me hap pas hapi, do e kishte zgjidh edhe çështjen e ligjit luftës dhe çështjen e çame dhe çështjen e detit, sepse këto kanë radhë. Në fillim duhet të hiqet ligji i luftës i Greqisë që mban anshëm ndaj Shqipërisë. Më tej duhet zgjidhet çështja çame, domethënë duhet ketë një marrëveshje midis dy shteteve, midis dy popujve, dhe më tej neve duhet kërkojmë zgjidhjen e detit, kufirit toksor, piramidave. Jo të kalojmë direkt në zgjidhjen e kufirit, përderisa ai mban ligjin e luftës, Greqia atëherë nuk ta njeh kufirin detar dhe kufirin toksor. Unë pardje lexova në një arkiv të CIA-s amerikane, në arkivat e CIA-s janë të hapura për publikun, lexova se si në 71-shin e kemi hapur marrëdhënie diplomatike me Greqinë dhe kushti i Greqisë ka qenë për ligjin e luftës do shtohim, por kufit ne ende nuk i njohim dhe mbajmë pezull çështjen e Vorë e Pirit, autonomisë së Vorë e Pirit. Pra, që në 71-shin kemi vënë hapin e marrëdhënieve diplomatike me Greqinë, Greqia ka vënë kushtet e saj, ndërsa ne asnjë kusht, ne vetëm kërkuam furnizimin me ushqime apo furnizimin me teknologji në atë kohë që ishim prishur dhe me rusët dhe me kinezët kishim filluar një ftofje. Tek postimet tuaja pak ditë më parë pashi kishi shpërndar një tjetër lajm që jemi tek mediat greke, edhe të një gazete që shqetësoi për